pati në prezencën tënde këtu. Alba s'kam gënjy aty. Po tash nëse... Edhe Loni po e merte me të qeshme, do më thonë si kur pa aprovon të në mënyrë indirekte. Pa jo nuk ka qënë për sulm, ose për gjujtje. Ti se ke pas për sulm, se ne kum pa, për një me. Së te nga ke thonë tu kesh. Po këtë tash ja ka njës me përdur që atë sem për Për të sulm. gjujt, po. Edhe po më nënë më zirë keq mu. Po më fërnë më zirë keq se unë e di ku jam edhe ku qëndraj. Unë e pëlqem këtë, qka vetë, a i kum shprej na i kujna, ose unë i kom senet e qarta. E di ku jam edhe di qka bëj. Se labi më tha mu që tu njofta nuk e di, po mua bete që unë i bëj me këta djemë, o i di one. Po pra, e ti ajo si që kemë brënda në zemër, në mendje. E ti më sëmë thë, ti po vull mu, ti që shprej e pëlqem për dikan, ti që shprej e pëlqem për dikan, po vjen për më thu mua, që shprej e pëlqem për dikan, për dërisa, 2 praj mama ere, dojle t'u kaj për dikan tjetër që i ki jashtë. Ti po më vull mu? Jo. Ta po ta mendojnë se realizojnë diçka duke u të gjujt në emër të zemrës dhe mendjes tënde, vetëm e dëshmojnë veten që janë të dobët intelektualisht njërë rreth parë se nuk gjuhet sulmohet njeriu në debat me ato gjëra. Se qa ke ti në zemër, nuk ke si ta dëshmosh, se nuk qahet krahërori me ta nxjerrë robi zemrën për jashtë. Pastaj ajo është e drejta jote, emocioni, zemra, morali, familja, karriera për jashtë e jeta jashtë. Kapu me debatet këtu, me fenomene shoqërore që ndodhin këtu njëri me njëri. Po jo që kam në zemër, që ke ti në zemër. Për mu, për mendimin tim është vetëm energji e shkuar dëm, edhe në rast se dikush vjen gjuhet ty që ti po merresh me dy meshkuj, realisht po i gjuhen vetës. Se ti kur e din shumë mirë se si dihesh mbrënda dhe si vepron me ata kur nuk mund të fliqin atë që je ti, kur ti i din parimet e tuja dhe vepron në bazë parimeve të juja. Fal pak, edhe diçka tjetër. Edhe si kur të pëlqeje 2 djem njëkohësisht, kush e keqa këtu? Që gjuhen me muhabet. Unë nëse ka nëse një kisha Dashnia është një, po pëlqimi është me miliona. Unë nëse i kisha pëlqy dy djem, njëtin ku, edhe nëse prap më këshin dhot qëtu sene, prap reagimin tem të keq nuk mëhet më nxjerr kërkush këtu. Se unë prap e di pse unë t'i pëlqy që ato dy. Po dhe kundër ta e kësajna, mu nuk unë s'ja u dhorosin, mu ka për këtë çështje, mu është mu ka me bo debat në mënyra tjera. Për mu kormusonale, unë e funditës, unë e di... Që jeni dhe banore të reja këtu dhe s'kan shumë informacion për ju, se që keni bërë në përshpjellje. Po që kja arsyeja që unë e dashla mi thonë personit një fjallë, që te, veç te nuk e ki drejtën me fuj për mu, nuk e pikë. Prej sa herë ka dollë Benita në prajmën e ka parë ka dollë te dhe Benita kondër religionës. Prej prajmën e dytë, që ka bë? Së di, unë e kam bëllë kapakur me Benitën. Të një vetëm duat që jo e në momentet. I thashe Thash një realitet, që ajo nuk është se i kënë djemë të asaj. Ama se që ka kjo me Benitën, ose Benita me këtë, ose si janë raportet e vajzave me djeve, unë s'përzijem aty. Unë vetëm fola një fakt që unë 2 muaj e gjysë se kam parë këtu, akoma pa me ardhë hala ju. Unë dita pranoj atë fakt. është femër tërhiqëse, ka stilin e vetë shoqëror, qof me femra, qof me meshkujt. Unë asë një sekund nuk i thash që i ki njerës për te për pamjën, a i normal. Jo, shpreja, djemë po t'i kemi nga ty, Po po t'i ta afrohesh. spjegova pse thash. Po, ma shpjegove, pa tjetër, a mos përzijem në atë muhabet. Edhe ta thash edhe di pse nuk interesova më tutje se ç'a ndodhi të doma, ç'a s'ndodhi. Se realisht është pjesë e interesit tim edhe jetës time, ç'a ka zemër një vajzë tjetër. I thash edhe ditës së parë, në rast se për Aurorën po ndodh diçka reale e bukur këtu, edhe një djalit me Aurorën, për zotin, si unë, e di që edhe si Nita, edhe gati gjithë shumica tjerëve këtu, gëzohemi, knaqemi kur shohim gjërat bukura. Se ne këtu tani për këtë gjë vujmë për dashni të bukur, për pëlqimet bukura. Edhe këta, në rast se i gjuhen Aurorës, moj, Aurora dhe sikur realisht ke 2 pëlqime këtu, nuk ka si gjë të keq që të kesh 2 pëlqime. Puna është si vepron Aurora me ata djem, si e shfaq kjo vete me parimet e veta me bot kuptimin e kësaj. Apo prapë është jeta kësaj, jo e të tjerëve këtu. Pëlqimi është me miliona, dashnia është një.
Asaj Aurora nuk është socializme me njërin djalë dhe po shoqërohet, po përqafohet me tjetrin. Jo, më çfarë ti? Atëherë dhe mund të komentohen situata, Po se bëhet fjalë për tradhti. Po komentohet, po. S'ka lidhje njërë me tradhti fare, s'ka lidhje me lidhje fare. Janë gjëra që ndoshta po ndihen në ajër. Prapë them ndoshta, sa nuk e di, nuk është se unë kam pa, e din që të kushtoj vëmendje. Më mirë të njeh Nita, ose sot një fus, ajo të ka botër, ajo të ndjen pa fol. Ma mirë në një vetën te më jallë, pas qështë një E vetën them për kështu, për njerëzit që janë jashtë, e din, s'më takon mu me fol për zemrën tënde. Këtë farë pjesë, unë e di që jam të bo, e di ku jam, e di për çka jam. Krejtë sa në di mu, asë dhe një sekundë s'm ka dalë vetja prej rrugës që unë e kam ndërtu për këtë farë punë. Po, e parimet e tuja, jeta jote, ku përfshihet edhe pjesa e moralit. Unë nuk e nguci edhe jashtë jam, se nuk e nguci kërkan e para. Po unë nuk dhe më thonë se ty s'ti kam senet, para se më thonë ty mu, nuk dhe më thonë që nuk di për ty, unë di shumë. Ti është ma shumë që ke thëmë që unë e kam gabimin të vetja, që ma shumë më në ruj personin përball me sa i personi vetë që runë vetën e vetë. Edhe unë këtë gjë këtu e kështu e kam bërë, se gati për më shumë se gjysma di shumë gjëra nga jashtë dhe prapë ruj veten kur i shoh që bën si thën gjillim mbulum këtu. Nga jashtë nuk e tha, që nga jashtë shumë interesuar për kështë, po për nga brenda. Ka dhe diçka, unë si e shoh, kush jemi ne këtu, jemi gjithë përmbledhja e asaj që jemi për jashtë. Se kot nuk veprem ashtu siç veprem kur jemi të tensionuar, ose kur sa na del gjumi, ose kur jemi të mërzitur, të nervozuar, të qeshur. Si s'ka shonë, s'kash vetja, jo, je që kjo i jashtë mrena. Është justifikim për gabimet e veta, gabimet që i bëjnë. Edhe unë them, e di që kam po gabime, pranoj, njëri me gabime jam, s'bën dot njëri pa gabime. Mundohem t'i largoj po. Do kem edhe unë gabimet e mija, çfarë t'i bëj? Nuk e di, edhe ka edhe diçka tjetër, se për me dhe ti Auror, unë nuk gjuhem asnjëherë para. Ne jemi në një vend që edhe po të gjuhesh e para, nuk është dhe i gabim, se kështu është vendi i tillë këtu. Vetëm biseda, nuk ka aktivitete, nuk ka punë. Nëse unë e shumë diçka që unë vjen me komentu, për momentin nuk e përsej, po për shembull çka vjen më herët për ty, nuk shumë t'i thonë, që për stjate nuk t'i thonë. Po momentin që unë e shetë nevojshme kam t'i thonë. Normalisht. Që i kam të kallëzu venin tanë. Që mu, këtu kur kush nuk je, me më gjyku për një diçka që s'është ndodhë vetë, për ka parë, pra ty nuk jenë djeni, ti jesh që të po diçka me sy... Aurora, të lutem kontrolloje mikrofonin. Si për pasisht. Edhe si shkojnë të gjuhen direkte për zemrën, për ndjenjat, për emocionet, pa unë dalë me të pyt njerë. Ti çfarë ndjen? Unë e thash, mu... Atë kanë ardhur të pysin? Jo, kërkosh më ka pyet mu, a ki pëlqem shtu për na njanën? Nëse ishin orë dhe unë kisha thonë po kam për njanën, kërë okej. Edhe prapë me ta bë muhabetin bukur, se është diçka e bukur, nuk është diçka për të sulmu, për ta kthyer banalitet. Po këtë s'po di Kështu për si e çka mu kthejnë ka. këtu zemrën e një njeriu në banalitet. Gam këto, ju ka hinë në kry që vesh mu ka për diçka, edhe qatë shohin edhe të miren me botë keqe. Valoj që ma herët tash Aurorës, tash më ka hup energjia, burë nuk po mu jasë me dalë mini. Se shumë se di, një energji shumë e rëndë brana. Është pak gjithë ky kufizimi, frekuencat, njerëzit e njëjtë, negativiteti nga të tjerët. Edhe kur dëgjohet vazhdimisht e njëjta, 24 orë, 7, për kaq ditë sa jena këtu. Pi që ko marrë, dhe me dhënë së të njëtat mua bete. Vetë se duhet jesh njëri shumë i fortë të durosh. Unë e di si kthjellohem dhe njerë kur them ka ardhur fundi këtu, kur e kujtoj që kam një familje për jashta, që e du Qa shumë. shkrejt zama e? Që është një idiot që e dua shumë, që Ma kam ke një bërë shoqëni shumë? dhe kam punët e mia, dhe që aty janë më presin. Ta dhejzë dhe prapë se e do që s'është pja hup. Dalë me ty jashtë. Moj pëtë e vlodë madhë në bugjatë du të mi shkru. Mi shkrujtë mbra Aurorë që 2 herë së më të i pru. Për një me? Unë e kludë 3 herë i kom thonë dha që qësar, pi shkrujtë. Me pita do së bukën se lukëtë. Mu Hajde, vetëm Olba, ajo jashtë. gjë që më pret, ha? Apo po, dali. Mu vetëm ajo gjë që më pret për jashta, njerëzit që i du dhe që më dun, jep energjin për me qëndru forcën këtu. Po sikur e ndje vetën nevojshme. Me qëndru këtu edhe 3 muaj qëndrej, që jam për momentin.
Për një me e kam. E ke dëgju teorinë e mbajtjes gotës ujtit në dorë? Sekondat e para duket e lehtë. Minutën e dytë, edhe pse njëta peshë duket shumë e rëndë. Unë po thëmë për momentin.